Me sloganin ngacmues deputeti që duam tani pas 12 viteve pushtet, u shumicën e atyre që duam siç përsërit Babloku, i ka ose në Burgos e të akuzuar vazhdon të vizatojnë mbi dekor një perl të rrallë, se pas fundit të Zita Alexoros dhe Agjencisë Amerikane të Menaxhimit të Ndihmave Humanitare për vendet e tjera USAID, ky ka gjithë mundësitë të nisë një fillim të mirë. Kërkon fitoren e 4 për të skalitur me daltën e pushtetit të përjetshëm i densë se kështu i do fshati ynë padronët. Se një kryeministër që vjedh mashtron që shokut i shtrydh si limon e pastaj i dënon me burg e vlerëson më mirë se kushdo tjetër drejtësinë. Tenderave politik dhe ekonomik u ka marrë dorën, pemëve të kopshtit u numëron çdo ditë kokrat, votave u vë përballë murlanin e mafias dhe vetëm tingujve që fërshëllen si lavdrim u gjen vend në listat e klientelizmit deputeti që duam. E ka shpërndar erën e pushtetit cep më cep ku kultivohet hashashi, nga do Titaniku çandallgët e përplaset me icebergët e korrupsionit, të privilegjuarit hajdutët anti-amerikanët, petalet e luleve të vyshkura të rilindjes janë shpërndarë si vepra arti të Michelangelos Surrelit në për stilin e veshjes së demokracisë me hipnoza dhe pasqyra magjike ku secili duhet ta shoh veten të gëzuar e të lumtur, një lloj si këta që po ti pyes ku e morët gjithë këtë pasuri, kpute në kryq nuk kanë fjalë as këta, as avokatët që paguhen më shumë se në Londër, Rom, Paris apo Washington. Këta deputetët që duam në listat e pagabueshme të Bablokut të mafjes e kanë të shkruar historinë që para fillimit punës, nëse do të fitojnë do të bëhen të pasur deri në çmenduri. Pastaj po kaq çmendurisht do të bien njëri pas tjetrit në burg dhe Babloku do të mund të vazhdojë të fshehë grushtin e fortë pas fjalëve të buta. Kështu ka vepruar që në rinit të tij ky. I ka bërë mullar dollarët, fosile miqt si McGonigallin, ministra dhe bashkëpunëtor generalin e Guardia di Finanzës, Fabrizio Lisi, e gjithë lisat e fuqishëm të korrupsionit global, duke u bërë bindës për fshatarët, sa më mirë me të e fukara se sa pa të e i pasur, me lirikat që sa kohë nuk i prishin humorin e sundimit mund të kapin ç'të kapin. Predikuesi i vlerave të hajdutërisë nga podiumi i pasanikëve nga hiçi, edhe pse një Don Kishot i kohëve moderne vazhdon beson të pabesueshmen, pushtetin e përjetshëm, pas gjithë këtyre ngjarjeve dhe leximit mesazhit që vjen nga përtej oqeanit, Bixhozi i Bablokut e epokës së artë të skandaleve dhe anti-amerikanizmit, besojmë të jetë akti i fundit në skenën e kalbur të hajdutërisë.